pra në vazhdim do të prezantojmë aktivitetet të cilat do të fillojnë në 38 qendrat komunale të numërimit pra gjithandej Kosovës, si dhe aktivitetet tjera të planifikuara në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Sa i përket aktiviteteve në 38 qendrave komunale të numërimit, ju njoftojmë që fillimisht do thotë të dielën në mbrëmje është përmbyllur procesi i numërimit të fletvotimeve për subjektet politike në 2557 vendvotime, ku është zhvilluar do thotë votimi i rregullt. Sipas procedurave, të gjitha materialet zgjedhore janë tërhequr dhe vendosur në 38 qendrat komunale të numërimit, pra në 38 komunat e vendit. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike, pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, është bërë në vendvotim pasi ka përfunduar procesi i votimit, ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet do të bëhet në qendra komunale të numërimit. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto 38 qendra komunale të numërimit, sipas rregullores zgjedhore për funksionimin e këtyre qendrave, pra në këto qendra do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime. Ky proces i njëjtë, pra, do të zhvillohet njëkohësisht në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat do të punohet në 2 orare. Numërimi i votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe në monitorimin e vazhdueshëm të vëzhguesve. Sa i përket aktiviteteve që do të zhvillohen në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, ju njoftojmë si në vim. Përveç organizimit të votimit në 2557 vendvotime të rregullta, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mundësuar edhe votimin me kusht në 38 qendra votimi me 57 vendvotime, votimin jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile për votuesit me nevoja të veçanta, si dhe votimin jashtë Kosovës në përfaqësi diplomatike dhe përmes postës. Sipas të dhënave preliminare, nga 57 vendvotime me kusht në 38 komunat të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi personave me nevoja të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë mbi 2860. Nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi në 29 përfaqësi diplomatike, nga 19.187 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 16.165 prej tyre, apo 84.24%. Ndërkaq, nga votimi përmes postës, numri përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Nga ky lloj votimi, ende nuk kemi të dhëna përfundimtare për numrin e pakove me fletvotime, pasi këto të dhëna do t'i kemi pas përfundimit të procesit të tërheqjes së tyre nga kutitë postare jashtë Kosovës. Sipas të dhënave preliminare, vetëm nga tërheqjet e 2 kutive postare në Berlin dhe Bern, janë tërhequr, do thotë 18.000 pakot të supozuara me fletvotime. Do thotë të gjitha këto janë informacionet e fundit, të cilat vinë pas ditës së zgjedhjeve, aktivitetet që zhvillohen në qendra komunale si kjo këtu ku jemi, por edhe në qendrën numërimi dhe të rezultateve. E para, sa i përket do të thotë kohës së saj duhet KQZ-s për të përfunduar verifikimin e rezultateve dhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet, kjo varet nga dinamika e punës që zhvillohet në çdo qendër komunale të numërimit. Secila prej tyre ka natyrisht jo të gjitha ka numër të madh të kutive të votimit, sepse kjo varion varësisht nga lista e votuesve dhe numri i vendvotimeve që kanë qenë të hapura në një komunë të caktuar. Natyrisht se komuna e Prishtinës, Prizrenit apo Ferizaj janë ndër komunat më të mëdha të vendit që sigurisht procesi i verifikimit dhe numërimit zgjat më shumë sesa në komuna ku ka pasur vetëm 10 vendvotime. Meqenëse se jemi në prag të festave, në ato qendra komunale, në të cilat do thotë nuk do të kryhet procesi i verifikimit dhe numërimit deri me datë 31, në orën 12 të datës 31 do të përfundoj numërimi,
dhe pastaj do të kemi një pauzë gati 36 orëshe për të rifilluar do të thotë sërish me numërimin dhe verifikimin ditën e datës 1 janar në orën 16 pasdite. Sa i përket procesit të tërheqjes së pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, duke pasur parasysh që jemi në kohë festash, në bazë të një plani të miratuar nga ana e KSZ-s, tërheqja nga kutitë postare do të bëhet deri më datën 2 janar dhe në rastet kur në shtetet të ndryshme mund të ndodhë që të ketë festë dhe nuk punojnë kutitë postat e atij vendi, atëherë tërheqja do të bëhet në ditën pasuese të punës që i bie deri më datën 5 janar. Kjo është do të thotë sa i përket tjetër, nëse kishte edhe një pyetje tjetër Albon. Pasi të sillen të gjitha këto pako me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, fillimisht do të bëhet verifikimi i votave për ato të cilat vijnë nga votimi jashtë Kosovës. Arsyeja sepse KQZ e ndërmerr këtë veprim do të bëhet ky verifikim është me qëllim të saktësimit nëse këto dërgesa postare janë bërë nga votuesit të cilët, nga shtetasit të cilët paraprakisht janë regjistruar për të votuar përmes postës. Dhe natyrisht pakot me fletvotime që kalojnë do të thotë këtë verifikim i nënshtrohen procesit të numërimit, i cili do të bëhet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Është ndoshta pak herët të flasim me data të caktuara, por ne do të jemi çdo ditë në kontakt dhe në bazë të ecurisë së punëve, pastaj do të kemi edhe qartësim më shumë të afateve, sekur KSZ do të mund të publikojë rezultatin përfundimtar. Pra sa edhe për sqarim të publikut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpallë rezultatet përfundimtare të një procesi zgjedhor, pasi të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga vendvotimet, pasi të bëhet numërimi i votave të kandidatëve, pastaj numërimi i votave nga votimi me kusht, i votave nga votimi jashtë Kosovës dhe i personave me nevoja të veçanta. Vetëm atëherë pra do të kemi rezultatet përfundimtare. A ka ndonjë pyetje tjetër? Faleminderit shumë, jemi në kontakt.